Para se të fillojmë këtë histori që do t'ju prek thellë në zemër, dua t'ju bëj një pyetje. A besoni te fati apo te gabimet njerëzore? Shkruajini mendimin tuaj në komente, sepse ajo që do të dëgjoni sot është një histori e vërtetë që ndodhi në Shqipëri dhe që do t'ju bëj të mendoni thellë për kuptimin e familjes, të gjakut dhe të dashurisë. Nëse kjo histori ju prek, ndajeni me miqtë tuaj, sepse të gjithë duhet ta dëgjojnë. Dhe tani, uluni rehat, sepse po fillojmë një udhëgim emocional që nuk do të harroni kurrë. Ishte një natë e ftohtë dimri, data 28 janar i vitit 1998. Era e veriut fshikullonte dritaret e vjetra të maternitetit Koço Gliozheni në Tiranë dhe brenda korridoreve të errta, drita e bardhë e llambave neon dridhej her pas here, duke hedhur hije të çuditshme mbi muret e zbet. Ishte një nga ato net kur shtafi mjekësor ishte i mbingarkuar, kur çdo dhomë ishte plot me gëmime dhimbjeje dhe thirrje për ndihmë. Në dhomën numër 7, një grua e re, Drita Çela, shtrydhej nga dhimbjet e lindjes. Ishte 25 vjeç, me flokë të zezë të lidhur në bisht kali dhe sy të mëdhenj kafe që tani ishin plot me lot. Këtë fëmijë e kishte pritur me mall të madh. Ishte martuar vetëm 2 vjet më parë me Gentin, një mësues historie në një shkollë të mesme në periveri të qytetit, dhe ky do të ishte fëmia i tyre i parë. Shtrydhe Drita, shtrydhe më fort, i thoshte mamia, një grua e moshuar me petkun e bardhë që kishte shitur qindra e mira foshnja në jetën e saj, por që sonte dukej e lodhur, pothuajse e mbytur nga numri i pacienteve. Drita shtypte dhëmbët dhe shtrydhej me të gjithë forcën që kishte, duke menduar vetëm një gjë, të shikonte fëmijën e saj, ta mbante në krah, ta ndjente të ngrohtë dhe të gjallë. Në të njëjtën kohë, në dhomën numër 9, vetëm 2 dyert më tej, një grua tjetër kalonte të njëjtat dhimbje. Emri i saj ishte Arlinda Hoxha, 23 vjeç, me flokë të kuq të ndritur dhe sy të gjelbër si det. Ajo ishte martuar me Ermalin, një sipërmarrës i suksesshëm që kishte një dyqan copash rezerve për makina në qendër të Tiranës. Jetua në një apartament të madh 3 dhomësh në blok, lagjen më të mirë të kryeqytetit. Arlinda kishte pasur një shtatzëni të vështirë, plot me komplikacione, por tani, në këtë moment, asgjë nuk kishte rëndësi përveç lindjes së fëmijës së saj. Pak më shumë, zonja Arlinda, e shoh kokën, akoma pak. I thoshte e njëjta mamie që kishte lënë për një moment Dritën dhe kishte vrapuar te Arlinda sepse situata atje ishte më urgjente. Arlinda u lëriste, duke shtrënguar grushtat aq fort sa që thonjtë i ishin futur në lëkurë. Edhe pastaj, në orën 3:30 të mëngjesit, dëgjoi një gjë që e bëri të harronte çdo dhimbje. Një britëm të vogël, të kërcitshme të një fëmije që sapo kishte ardhur në botë. Është vajzë, thriu mamia që e mbështill shpejt foshnjën në një cokë të bardhë dhe që e vendosi në gjoksin e Arlindës. Arlinda filloi të qante nga gëzimi. Lotet i rridhnin në përfaqe ndërsa e shikonte vajzën e saj, të vogël, me fytyrë të kuqe dhe me flokë të holla si fije mëndafshi. Mirë se erdhe, e oma, përshpëriti ajo duke e puthur beben në ball. 5 minuta më vonë, në dhomën 7, Drita lindi edhe ajo. Edhe kjo ishte vajzë. Edhe kjo kishte flokë të zezë dhe sy që, edhe pse mbryor, dukeshin se do të ishin të mëdhenj dhe të bukur. Urime Drita, vajzë e shëndetshme, i tha mamia duke ja dhënë foshnjën. Drita e mori në duar dhe filloi të qante. Të gjitha ëndrat e saj, të gjitha shpresat, të gjitha frikrat, u shndruan në një moment në dashuri të pakufishme për këtë qenie të vogël që kishte në krah. Por ajo që askush nuk e dinte, ishte se nata ishte ende e gjatë dhe se një gabim i vogël i parëndësishëm në pamje po priste të ndodhte. Mamia që kishte ndihmuar në të 2 lindjet ishte e lodhur. Kishte qenë në këmbë për më shumë se 12 orë dhe trupi i saj nuk i përgjigjej më siç duhet. Koka i rëndonte, syt i mbylleshin dhe duart i dridhen nga lodhja. Pasi i vendosi të dyja foshnjat në bagazhet e vogla të bardha që përdoreshin për fëmijët e porsalindur, ajo duhet i çonte në dhomën e neonatologjisë për kontroll të parë mjekësor. Por në korridorin e errët, duke ecur me hapa të ngathët, ajo humbi për një moment përqendrimin. 2 bagazhet dukeshin identik,
të dyja mbështjellëset ishin të bardha, të dyja foshnjat ishin pak a shumë të së njëjtës madhësi. Dhe në atë moment, pa e kuptuar, ajo i ngatroi. Kur i ktheu foshnjat te nënat e tyre, foshnja që i përkiste Dritës shkoi te Arlinda dhe foshnja që i përkiste Arlindës shkoi te Drita. Askush nuk e vuri re, askush nuk pyeti, askush nuk kontrolloi. Në atë spital të kaosit, ku çdo natë lindeshin 10 fëmijë, ku mjekët dhe infermierët ishin të mbingarkuar dhe të lodhur, një gabim i tillë nuk dukej i pazakont. Ishte thjesht një nga ato gjëra që ndodhin. Dhe kështu, Drita Çela u kthyre në shtëpi me një fëmijë që nuk ishte i saj, duke menduar se po mbante në krah vajzën e saj të vërtet. E quajti Ema, Ema Çela, një emër i bukur, i ëmbël, që do të thoshte nën në gjuhë të tjera. Dhe Arlinda Hoxha u kthye në shtëpinë e saj të madhe në blok me një fëmijë që nuk ishte i saj, duke menduar se po mbante në krah vajzën e saj të vërtet. E quajti Sara, Sara Hoxha, një emër elegant, ndërkombëtar, që tingëllonte si emrat që dëgjonte në filmat amerikan që shikonte me Ermalin. Dhe kështu, filloi një histori e gabuar që do të zgjidhej vetëm 25 vjet më vonë. Vitet e para ishin të mbushura me gëzim për të dyja familjet, por edhe me vështirësi të ndryshme. Në shtëpinë e vogël me qira të Dritës dhe Gentit, në lagjen e Bathores, jeta ishte e thjeshtë por e lumtur. Genti punonte si mësues dhe paga e tij ishte modeste. Drita, nga ana tjetër, kishte hequr dorë nga puna si arketare në një dyqan rrobash për të kujdesur për Emën. Shtëpia e tyre ishte e vogël, vetëm një dhomë gjymi, një sallë e vogël dhe një kuzhinë e ngushtë, por ishte plot me dashuri. Genti ishte një burr i butë, me sy kafe të ngrohtë dhe një buzëqeshje që të bënte të ndiheshe në paqe. Ai e adhuronte Emën. Çdo mbrëmje, kur kthehej nga shkolla, e para gjë që bënte ishte ta merrte vajzën në krah dhe t'i këndonte një këngë ninull. Drita e shikonte nga guzhima dhe buzëqeshte, duke menduar se sa fat kishte me këtë burr. Por Ema, që nga muajt e parë, nuk i ngjante asnjërit prej tyre. Kishte flok të kuq, që u bën gjithnjë më të ndritshëm me kalimin e kohës. Kishte sy të gjelbër, ndërsa Drita dhe Genti kishin sy kafe. Kishte një fytyrë delikate, me mjekër të hollë dhe buzë të vogla, ndërsa Genti kishte tipare të fuqishme dhe Drita kishte një fytyrë më të rrumbullakët. Ndoshta i ka marrë nga gjyshja ime, thoshte Drita, kur dikush e vinte re. Ajo kishte flok të kuq kur ishte e re. Ose nga ndonjë gjysh i largët, shtohej Genti, duke buzëqeshur. Nuk ka rëndësi, ajo është vajza jon dhe është e bukur. Dhe kështu, ata e pranonin Emën ashtu siç ishte, pa dyshuar kurrë për asgjë. Por Ema ishte e ndryshme nga ata, jo vetëm në pamje, por edhe në karakter. Ajo ishte një vajzë e zgjuar, tepër e zgjuar për moshën e saj. Në moshën 2 vjeç fliste më qartë se fëmijët e tjerë. Në moshën 3 vjeç kishte mësuar të lexonte disa fjalë të thjeshta. Në moshën 4 vjeç pyeste pyetje që bënin të mendonin edhe të rriturit. Babi, pse qielli është blu? Pyeste ajo. Sepse dielli e ndriçon ajrin dhe ajri pasqyron ngjyrën blu, përgjigjej Genti, duke u përpjekur të jepte një përgjigje të thjeshtë. Por pse ajri pasqyron ngjyrën blu dhe jo të kuqe? Insistonte Ema. Genti qeshte dhe përkëdhelte në kokë. Sepse ashtu ka vendosur Zoti, zemër. Drita shikonte këto momente dhe ndjente një krenari të madhe, por edhe një pikë ankthi. Ajo e dinte se me pagën e Gentit nuk mund t'i siguronte Emës një arsim të mirë, libra të mjaftueshëm, aktivitete jashtë shkollore, por u betua se do të bënte çdo gjë që të mundej për të. Në anën tjetër të qytetit, në apartamentin e madh të Arlindës dhe Ermalit, jeta ishte krejtësisht ndryshe. Arlinda dhe Ermali ishin pasur. Apartamenti i tyre kishte 3 dhoma gjumi, një sallë të gjerë me mobilje të shtrenjta të importuara nga Italia dhe një kuzhinë moderne me të gjitha pajisjet më të reja. Ermali fitonte shumë para nga biznesi i tij, dhe Arlinda nuk kishte nevojë të punonte. Ajo kalonte ditët duke u kujdesur për Sarën, duke shkuar në sallon bukurie, duke bërë pazar me shoqet e saj dhe duke organizuar darkat në shtëpi. Sara, vajza që ata mendonin se ishte e tyre, ishte një fëmijë e qetë, por jo aq e zgjuar sa Ema.
kishte flok të zezë dhe sy kafe të mëdhenj, dhe i ngjante shumë Dritës dhe Gjentit, edhe pse askush nuk e dinte këtë. Sara ishte një vajzë e sjellshme, që nuk bënte shumë zhurmë, që luante vetëm në dhomën e saj me kukullat e shumta që ja kishte bler Arlinda. Por ajo nuk kishte atë xixhëmbim të veçantë që Arlinda e kishte imagjinuar te fëmia i saj. Sara nuk pyeste shumë pyetje. Sara nuk tregonte interes për librat që Arlinda i blinte. Sara thjesht ishte një vajzë e thjesht, e lumpur me gjërat e vogla. Arlinda shpesh shqetësohej për këtë. Ndoshta shumë e vogël akoma, i thoshte ajo Ermalit. Ndoshta do të zgjidhet më vonë. Mos u shqetëso, i përgjigjej Ermali duke e puthur në ball. Është vajza jon, është e shëndetshme, çfarë tjetër duam? Por në fund të fundit, Arlinda nuk mund të hiqte dorë nga ndjenja se Sara nuk ishte ajo që kishte pritur. Ajo kishte shpresuar për një vajzë të zgjuar, të bukur, që do të shkonte në shkollat më të mira, që do të bëhej dikush në jetë, por Sara dukej se ishte thjesht mesatare. Megjithatë, Arlinda e donte Sarën, edhe pse shpesh ndjente zhgënjim, ajo nuk mund të mos e donte. Kur Sara buzëqeshte, zemra e Arlindës shkrihej. Kur Sara vinte dhe rrinte në prerin e saj, Arlinda ndjente një ngrohtësi që asgjë tjetër nuk mund t'ja jepte. Vitet kalonin dhe dy vajzat rriteshin në botë plotësisht të ndryshme. Ema shkoi në shkollën fillore të lagjes. Ishte një shkollë e vjetër, me mure të plasaritur dhe banka të konsumuara. Por mësueset ishin të mira dhe Ema mësoi shpejt. Ajo ishte gjithmonë e para në klasë. Në moshën 7 vjeç, ajo fitoi një konkurs kombëtar në matematik për fëmijët e shkollës fillore. Drita dhe Gjentik ishin krenare, por edhe të shqetësuar. E dinin se nuk kishin para për t'ia paguar Emës një shkollë të mirë private. Do të punoj më shumë, i tha Gjenti Dritës një natë, ndërsa ishin ulur në divan, pasi Ema kishte fjetur. Do të gjej një punë tjetër, do t'jap mësime private, do të bëjmë gjithçka që të mund t'ia sigurojmë Emës një të ardhme të mirë. Drita e kapi dorën, e di që do ta bëjmë. Ajo e meriton. Edhe kështu Gjenti filloi të punonte dy fish. Përveç mësuesisë në shkollë, filloi të hepte mësime private në shtëpi për nxënësit e gjimnazit që përgatiteshin për provime. Drita, nga ana tjetër, gjeti një punë me kohë të pjesshme, duke qepur rroba për një rroba qepse që njihte. Ema e shihte gjithë këtë. E shihte baban e saj që kthehej në shtëpi në orët e vona të natës, me sy të lodhur dhe shpatulla të ulura. E shihte nënën e saj që qepte deri në orët e vona, duke shtrënguar dhëmbët për të mos rënguar nga dhimbja në gjunjë. Dhe Ema u betua me vete se një ditë do të bëhej e suksesshme, do të fitonte shumë para dhe do t'u jepte prindërve të saj gjithçka që meritonin. Ndërkohë, Sara shkoi në një shkollë private në qendër të Tiranës. Shkolla kishte klasa të vogla, mësues të shkëlqyer dhe të gjitha pajisjet më të moderne. Arlinda dhe Ermali i paguan me kënaqësi taksat e larta të shkollës, shpresonin se Sara do të bëhej një nxënëse e shkëlqyer. Por Sara nuk ishte një nxënëse e shkëlqyer. Ajo ishte mesatare, ndoshta pak nën mesatare. Ajo luftonte me matematikën. Ajo nuk i pëlqente gjuhët e huaja. Ajo preferonte të piktoronte dhe të luante me kukullat e saj sesa të bënte detyrat e shtëpisë. Arlinda shpesh ngrihej inatosur. Pse nuk mëson Sara? Të paguajmë aq shumë për këtë shkollë dhe ti nuk bën asnjë përpjekje. Po mundohem, mami, përgjigjej Sara me zë të ulët, duke shikuar poshtë. Nuk po mundohesh mjaftueshëm. Shiko të tjerët në klasën tënde. Ata janë më të mirë se ti. Duhet të jesh më e mirë. Ermali shpesh ndërhynte. Mos ja vështirëso Arlinda. Ajo është fëmijë, do të mësoj me kalimin e kohës. Por Arlinda nuk mund të hiqte dorë nga zhgënjimi i saj. Ajo e krahasonte vazhdimisht Sarën me fëmijët e pasur të shoqeve të saj, që fitonin çmime dhe që shkonin në universitete jashtë vendit. Dhe çdo herë që Sara merrte një notë të dobët, Arlinda ndjente sikur po dështonte si nën. Sara e ndjente gjithë këtë. Ndjente peshën e pritjeve të nënës së saj. Ndjente se kurrë nuk do të ishte mjaftueshëm e mirë, dhe kjo e bënte të ndjehej e trishtuar, e izoluar, sikur nuk i përkiste asaj familje. Kur Ema kishte 10 vjeç, ndodhi diçka që e shënjoi thellë. Një ditë në shkollë, mësuesi i historisë organizoi një leksion për perandorinë osmane. Genti ishte i ftuar si mësues vizitor për të folur përpara klasës. Ema ishte shumë krenare kur dëgjoi se babai i saj do të vinte në shkollën e saj.
Genti erdhi në klas me një kostum të vjetër, të vetmin që kishte, dhe me një çantë plot me libra dhe harta. Ai filloi të fliste për historinë e Shqipërisë nën pushtimin osman, dhe zëri i tij ishte aq i pasionuar, aq i plot me dashuri për atë dheun, saqë të gjithë nxënësit ishin të magjepshur. Ema e shikonte me syt plot me lot. Ishte aq krenare për baban e saj, por pas leksionit, kur Genti u largua, disa nga nxënësit filluan të qeshin. "Ema, babai yt është mësues? Sa para merr ai?" pyeti një djalë i quajtur Aldo, që vinte nga një familje e pasur. "Mjaftua shumë për të jetuar," u përgjigj Ema, me zë të qetë. "Por ti vjen më shkollë me këpucë të vjetra. Prindrit e tu nuk kanë para për të blerë këpucë të reja?" vazhdoi Aldo, duke qeshur. Ema e shikoi dhe nuk tha asgjë, por në atë moment ajo ndjeu për herë të parë turpin e varfërisë, e ndjeu peshën e të qenit diferente nga të tjerët, dhe ajo u betua se një ditë do të ishte aq e suksesshme saqë askush kurrë të mos guxonte ta nënçmonte përsëri. Kur u kthye në shtëpi atë ditë, ajo nuk i tha asgjë prindreve të saj. Por në dhomën e saj të vogël, ajo qau për orë të tëra. Dhe pastaj, nxori një fletore dhe shkroi: "Do të bëhem e pasur, do të bëhem e suksesshme, do të tregoj të gjithëve se Ema Çela nuk është askush për të nënçmuar." Kur Sara kishte 10 vjeç, ndodhi edhe për të diçka që e shënjoi thellë. Arlinda kishte organizuar një festë të madhe për ditëlindjen e Sarës në shtëpi. Kishte ftuar të gjithë shoqet e saj dhe fëmijët e tyre. Kishte porositur një tortë të madhe, kishte blerë dekorime të shtrenjta dhe kishte kontraktuar një animatore për të argëtuar fëmijët. Por në mes të festës, ndërsa të gjithë fëmijët luanin dhe qeshin, Sara ul në një cep dhe filloi të qante. Arlinda erdhi shpejt tek ajo. "Çfarë ndodh, Sara? Pse qan? Kjo është festa jote." "Nuk më pëlqen, mami," tha Sara duke fshirë lot. "Nuk dua të luaj me këta fëmijë. Ata janë të këqij me mua." "Të këqij? Si janë të këqij?" pyeti Arlinda, e habitur. "Ata thonë se unë jam e mërzitshme, thonë se nuk e di të luaj lojra të argëtueshme, thonë se nuk jam e zgjuar si ata." Arlinda ndjeu një dhembje të fortë në zemër. E kapi Sarën në krah dhe e përqafoi. "Mos u dëgjo, ti je e mrekullueshme, ti je vajza ime dhe unë të dua më shumë se çdo gjë në botë." Por edhe ndërsa e thoshte këtë, Arlinda ndjeu një pikë dyshimi, një pikë faji. A ishte ajo shkaku i dhimbjes së Sarës? A kishte ajo qenë tepër e ashpër me të? A kishte pritur tepër shumë? Dhe në atë moment, Arlinda u betua se do t'ishte më e butë me Sarën, se do t'a pranonte ashtu siç ishte, se do të ndalonte së krahasuari me të tjerët. Por betimet janë të lehta për t'u bërë dhe të vështira për t'u mbajtur. Vitet e adoleshencës erdhen me sfidat e tyre të reja për të dyja vajzat. Ema, që tani ishte 15 vjeç, ishte bërë një vajzë mrekullueshme. Kishte flokë të kuq të gjatë dhe të valzuar që i binin mbi shpatulla si valet e një deti të qetë. Kishte sy të gjelbër, të ndritshëm, që të shikonte dhe të bënte të ndihesh sikur po shihte thellë brenda shpirtit tënd. Kishte një trup të hollë, por të fortë, sepse çdo ditë ecte kilometra të tëra për të shkuar në shkollë dhe për të kthyer, duke kursyer paratë e autobusit. Por Ema nuk ishte vetëm e bukur. Ajo ishte gjithashtu jashtëzakonisht e zgjuar. Kishte përfunduar gjimnazin me nota të shkëlqyera dhe tani ishte në vitin e fundit të gjimnazit, duke u përgatitur për provimin e maturës. Mësueset e saj e admironin, shokët e saj e respektonin, por Ema nuk kishte shumë shoqe të afërte. Ajo kalonte shumicën e kohës duke studiuar, duke lexuar, duke mësuar. Drita shpesh shqetësohej për këtë. "Ema, zemër, pse nuk del më shumë me shoqet e tua? Pse nuk argëtohesh pak?" "Nuk kam kohë, mami," përgjigjej Ema, pa i ngritur kokën nga librat. "Dua të hyj në universitetin më të mirë, dua të fitoj një bursë, nuk mund të humbas kohë." "Por ti je e re, Ema, duhet jetosh pak edhe si të gjithë rinjtë e tjerë." Ema e shikoi nënën e saj dhe buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar. "Unë nuk jam si të tjerët, mami, ti e di këtë." Dhe Drita e dinte. E dinte se Ema ishte e ndryshme, e dinte se Ema kishte një ëndër të madhe, një zjarr brenda saj që nuk do të shuhet kurrë. Dhe ajo i ishte mirënjohëse për këtë, edhe pse her pas here e shihte vajzën e saj
dhe ndjente një pikë hidhërimi, një pikë frike se Emma po rritet tepër shpejt, se po humbet diçka të rëndësishme. Genti, nga ana tjetër, ishte jashtëzakonisht krenar për Emën. Ai e shihte se vajza e tij po bëhej një grua e fortë, e pavarur, e zgjuar, dhe ai bënte gjithçka që mundej për ta mbështetur. Një mbrëmje, kur u kthye nga puna, Genti e gjeti Emën ulur në tavolinë, duke qarë me kokën e varur mbi librat. "Çfarë ndodh, zemër?" pyeti ai duke ulur pranë saj. "Nuk e di nëse do ta arri, babi," tha Emma duke fshirë lot. "Kam studuar aq shumë, por ndonjëherë mendoj se nuk jam mjaftueshëm e mirë. Mendoj se nuk do të kem para për të paguar universitetin, edhe nëse hyj." Genti e kapi Emën për dorë. "Dëgjoj, Emma, ti je një nga njerëzit më të zgjuar që kam takuar ndonjëherë. Ti ke një zjarr brenda teje që askush nuk mund ta shuaj. Dhe sa për parat, mos u shqetëso. Do të gjejmë një mënyrë, do të punojmë më shumë, do të marrim hua nëse duhet, por ti do të shkosh në universitet. Kjo është një premtim." Emma e përqafoi baban e saj dhe qau në kraharorin e tij. "Faleminderit, babi, faleminderit që je gjithmonë aty për mua." Dhe Genti e përqafoi vajzën e tij, duke ndjerë një dashuri aq të madhe sa që mendoi se zemra do t'i shpërthente. Nuk kishte rëndësi nëse Emma nuk i ngjante atij në pamje. Nuk kishte rëndësi nëse njerëzit pyesnin ndonjëherë për ngjashmërinë. Emma ishte vajza e tij dhe ai do të bënte gjithçka për të. Ndërkohë, në jetën e Sarës, gjërat ishin më të komplikuara. Sara kishte 15 vjeç dhe ishte një vajzë e bukur, me flokë të zezë të gjatë që i binin deri një bel dhe me sy kafe të mëdhenj që shprehun një lloj trishtimi të thellë. Arlinda kishte bërë gjithçka për Sarën. I kishte blerë rroba të shtrenjta, i kishte siguruar mësues privat për çdo lëndë, e kishte çuar në kurs muzike, pikture, vallëzimi. Por Sara nuk shkëlqente në asgjë. Ajo ishte mesatare në shkollë dhe Arlinda nuk mund ta kuptonte këtë. "Si është e mundur?" I thoshte ajo Ermalit një natë ndërsa ishin ulur në dhomën e tyre të gjumit. "Ne jemi të zgjuar, Ermal. Ti ke ndërtuar një biznes nga hiçi, unë kam diplomë universitare. Si është e mundur që Sara është kaq mesatare?" Ermali e kapi dorën e gruas së tij. "Arlinda, mos e torturo veten. Sara është një vajzë e mirë, ajo është e sjellshme, e dashur, e butë. Nuk janë të gjithë fëmijët të destinuar të bëhen shkencëtar apo udhëheqës. Disa janë thjesht të lumtur duke qenë të thjeshtë." "Por unë nuk doja një fëmijë të thjeshtë," shpërtheu Arlinda. "Doja një vajzë që të më bënte krenare, që të ishte e suksesshme, që të bëj dikush në jetë." Ermali e shikoi gruan e tij dhe ndjeu një dhembje të thellë. E dinte se Arlinda po vuante, por nuk e dinte si ta ndihmonte. Ai vetë e donte Sarën ashtu siç ishte. E donte për thjeshtësinë e saj, për butësinë e saj, për mënyrën se si buzëqeshte kur e shihte. "Ndoshta Sara është pikërisht ajo që na duhet," I tha ai butësisht. "Ndoshta ne duhet ta duam ashtu siç është dhe jo ashtu siç duam ta kemi." Arlinda nuk u përgjigj. Thjesht ktheu kokën dhe shikoi nga dritarja, duke ndjerë një boshllëk të thellë në zemër. Sara ndjente gjithë këtë. Ndjente zhgënjimin e nënës së saj, ndjente peshën e pritjeve që kurrë nuk mund t'i plotësonte, dhe kjo e bënte të ndjehej e pafuqishme, e pavlerë. Në shkollë, Sara kishte një shoqe të vetme të afërt, një vajzë e quajtur Klara, që ishte edhe ajo mesatare në nota dhe që nuk ishte interesuar për konkurrencën që mbizotëronte në shkollën e tyre private. "Pse ata janë kaq të fiksuar me notat?" pyeste Klara një ditë ndërsa po hanin drek në mens. "Pse duhet jemi gjithmonë në konkurrencë me të tjerët?" "Nuk e di," u përgjigj Sara, duke shikuar poshtë në pjatën e saj. "Por nëna ime mendon se unë jam një dështim sepse nuk jam e para në klasë." "Ti nuk je dështim, Sara. Ti je mrekullueshme ashtu siç je. Ti je sjellshme, e dashur dhe ke një zemër të madhe. Këto gjëra kanë më shumë vlerë se notat." Sara buzëqeshi. "Faleminderit, Klara. Ndonjëherë kam nevojë ta dëgjoj këtë." Por thellë brenda, Sara nuk ishte e bindur. Ajo e dinte se bota nuk vlerësonte butësinë dhe dashurinë, po aq sa vlerësonte inteligjencën dhe suksesin. Dhe ajo nuk e dinte si të gjente vendin e saj në atë botë. Kur Emma mbushi 17 vjeç, ajo dha provimin e maturës dhe mori rezultate perfekte. Ishte e para në të gjithë qytetin e Tiranës dhe lajmi I saj u përhap në të gjitha gazetat.
Drita dhe Genti nuk mund të besonin. Ata qanë nga gëzimi dhe për herë të parë në jetën e tyre, ndjen se sakrificat e tyre kishin dhënë fryt. Por gëzimi i tyre u ndërprek kur mësuan se Ema kishte aplikuar për një bursë në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë dhe që kishte fituar një bursë të plotë, që do të mbulonte të gjitha shpenzimet e saj. Jo vetëm kaq, por ajo kishte aplikuar edhe për një program shkëmbimi ndërkombëtar që do ta çonte atë në Gjermani për një vit të studimeve. Gjermani? Pyeti Drita e shokuar. Por ajo është kaq larg, Ema. Si do t'jetojmë pa ty? Mami, kjo është një mundësi që nuk mund ta humbas, I tha Ema duke kapur duart e nënës së saj. Nëse shkoj atje, do të mësoj gjuhën gjermane, do të njoh njerëz të rinj, do të kap mundësi që nuk ekzistojnë këtu. Dhe kur të kthehem, do të jem më e fortë, më e përgatitur për të ndërtuar një jetë të mirë për ne të gjithë. Genti e shikoi vajzën e tij dhe ndjeu një krenari të madhe, por edhe një dhimbje të thellë. E dinte se Ema po largohej. E dinte se vajza e tij po rritej dhe po bëhej e pavarur. Dhe edhe pse ishte krenar, ai ndjeu një humbje të madhe. Ne do të jemi krenar për ty, pavarësisht se çfarë zgjedh, I tha ai. Por premto se do të kesh kujdes për veten. Premtoj, babi, u përgjigj Ema duke e përqafuar. Dhe kështu, në vjeshtën e atij viti, Ema u nis për në Gjermani, duke lënë prindrit e saj në një shtëpi që befas duke I tepër e vogël, tepër e qetë, tepër e zbrasët. Në të njëjtën kohë, Sara po përballej me sfida të veta. Ajo kishte përfunduar gjimnazin, por me nota mesatare. Arlinda kishte shpresuar se Sara do të hynte në një universitet të mirë, ndoshta jashtë vendit, por Sara nuk kishte rezultatet e nevojshme. Kështu që ajo aplikoi në Universitetin e Arteve në Tiranë, në degën e pikturës. Arlinda ishte e tmerruar. Piktur? Sara, çfarë do të bësh me një diplomë në pikturë? Si do të gjesh punë? Si do të fitosh para? Nuk e bëj për parat, mami, u përgjigj Sara me një zë të qetë por të vendosur. E bëj sepse më pëlqen, e bëj sepse kjo është ajo që më bën të ndihem e gjallë. Por ti nuk mund të jetosh thjesht duke bërë atë që të pëlqen. Duhet të mendosh për të ardhmen, duhet të jesh praktike. Ermali ndërhyri. Arlinda, lëreni të bëj atë që do. Ajo është e lumtur me pikturën. Kjo është ajo që ka rëndësi. Arlinda I shikoi Ermalin dhe pastaj Sarën dhe ndjeu një dështim të thellë, por ajo nuk tha asgjë më. Thjesht doli nga dhoma, duke lënë Sarën dhe Ermalin të vetëm. Sara filloi të qante. Pse ajo nuk mund të më pranojë ashtu siç jam, babi? Pse ajo duhet gjithmonë të më krahasojë me të tjerët? Ermali e përqafoi vajzën e tij. Nëna jote të do, Sara. Ajo thjesht ka pritje të larta, dhe ndonjëherë këto pritje e verbojnë, por unë jam krenar për ty. Jam krenar që po ndjek ëndrat e tua. Dhe Sara e përqafoi baban e saj, duke ndjer një dashuri të madhe për të, por edhe një dhimbje të thellë për nënën e saj, që nuk mund ta kuptonte. Në Gjermani, Ema po përjetonte një botë krejtësisht të re. Qyteti në të cilin jetonte, München, ishte I madh, I organizuar, I pastër. Njerëzit ishin të ftoftë në fillim, por të sjellshëm kur I njihje. Universiteti ishte modern, me bibliotekat më të mëdha që Ema kishte parë ndonjëherë, dhe me profesorë që ishin ekspert në fushat e tyre. Por Ema ndjeu edhe një vetmi të thellë. Ajo nuk njihte askë, nuk fliste gjermanisht mjaftueshëm mirë në fillim, dhe ndjente mungesën e prindërve të saj, mungesën e shtëpisë së saj, mungesën e gjithçkaje që e bënte të ndihej e sigurt. Një ditë, ndërsa ishte ulur në bibliotekat e universitetit, një djalë I ri I afrua. Ti e huaj apo jo? Pyetja ai në anglisht me një aksent të lehtë gjerman. Ema e shikoi. Ishte një djalë I gjatë, me flokë të kalbur dhe sy blu. Kishte një buzëqeshje miqësore. Po, jam nga Shqipëria, u përgjigj ajo. Shqipëria? Nuk kam takuar kur dikën nga Shqipëria. Emri im është Lukas, studioj ekonomi këtu. Emri im është Ema, edhe unë studioj ekonomi. Dhe kështu filloi një miqësi që me kalimin e kohës u shndërua në diçka më shumë. Lukas ishte I butë, I zgjuar dhe I kujdesshëm. Ai e ndihmoi Emën të mësonte gjermanisht, ja tregoi qytetin dhe dal nga dal Ema filloi të ndihej më mirë. Ajo filloi të shihte Gjermanin jo si një vend të huaj,
por si një shtëpi e dytë. Dhe kur Lukas e puthën për herë të parë një natë dimri ndërsa po ecnin pra një lumi të ngrirë, Emma ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë, një dashuri të thellë, të vërtetë, që e bënte të ndihej të plot. Por thellë brenda, Emma dinte se një ditë do të duhej të kthehej në Shqipëri, dhe kjo e bënte të ndihej e ndarë midis dy botëve, midis dy jetëve. 3 vjet kaluan me shpejtësi. Emma mbaroi studimet në Gjermani dhe u kthye në Shqipëri me një diplomë në ekonomi, duke folur 3 gjuhë rrjedhshëm: shqip, anglisht dhe gjermanisht. Ajo gjeti menjëherë një punë në një kompani ndërkombëtare që kishte zyrë në Tiranë dhe brenda një viti ajo u ngrit në një pozitë drejtuesie. Drita dhe Genti nuk mund të besonin se çfarë kishte arritur vajza e tyre. Ata e shihnin Emën që shkonte në punë çdo mëngjes me kostum elegant, me çantë lëkure dhe me një vetbesim që të bënte të admirohej. Dhe ata ndjenë se të gjitha sakrificat e tyre kishin qenë të vlefshme. Por Emma nuk e kishte harruar Lukasin. Ata kishin mbajtur kontakt gjatë gjithë kohës. Dhe tani, Lukas po bënte plane për të ardhur në Shqipëri për ta vizituar Emën. "Dua të takosh familjen time," i tha Emma një ditë përmes videotelefonatës. "Jam i emocionuar," u përgjigj Lukas duke buzëqeshur, por edhe pak i shqetësuar. "Çfarë do të mendojnë për mua? Ata do të duan, ashtu sikur se të dua unë," i tha Emma duke buzëqeshur. Dhe kur Lukas erdhi në Shqipëri, Drita dhe Genti e pritën me duart hapur. Lukas ishte një djalë i sjellshëm, i respektuar, që fliste shqip me gabime, por me sinqeritet. Dhe Drita dhe Genti e miratuan atë menjëherë. "Ai është një djalë i mirë," i tha Genti Dritës një natë. "Emma ka zgjedhur mirë." "Po," u përgjigj Drita duke buzëqeshur. "Por unë do ta humbas kur ajo të martohet dhe të shkojë në Gjermani. Kjo është jeta, Drita. Fëmijët rriten dhe krijojnë familjet e tyre. Ne duhet të jemi krenar, jo të trishtuar." Dhe Drita e dinte se Genti kishte të drejtë, por kjo nuk e bënte më të lehtë. Ndërkohë, Sara kishte mbaruar universitetin dhe kishte filluar të punonte si mësuese arti në një shkollë fillore në një lagje të Tiranës. Paga e saj ishte e vogël, por ajo ishte e lumtur. I pëlqente të punonte me fëmijët, tu mësonte atyre si të pikturonin, si të shikonin botën me sy të rinj. Arlinda nuk ishte e lumtur me këtë zgjedhje. "Mësuese arti? Sara, kjo është një humbje kohe. Ti duhet të gjesh diçka më të mirë, diçka që të paguhet më mirë." "Nuk është humbje kohe për mua, mami," u përgjigj Sara me një zë të qetë. "Kjo është ajo që më bën të lumtur." "Por lumturia nuk paguan faturat," shpërtheu Arlinda. Ermali ndërhyri, si gjithmonë. "Arlinda, mjaft. Sara është e lumtur. Ajo po bën atë që do. Duhet ta mbështesim." Arlinda nuk tha asgjë më, por zemra e saj ishte plot me zhgënjim. Sara, nga ana tjetër, kishte filluar të ndjente një distancë të madhe nga nëna e saj. Ajo e donte Arlindën, por nuk e kuptonte pse ajo nuk mund ta pranonte ashtu siç ishte, dhe kjo e bënte të ndjehej e izoluar, e vetmuar, sikur nuk i përkiste asaj familje. Një ditë, ndërsa po punonte në shkollë, Sara takoi një djalë të ri që ishte psikolog i shkollës. Emri i tij ishte Altin, një djalë i qetë, me sy të butë dhe një buzëqeshje të ngrohtë. Ata filluan të flasin gjatë pushimeve dhe Sara ndjeu një lidhje me të që nuk e kishte ndjerë kurrë me askë. Altin e kuptonte Sarën. E dëgjonte me vëmendje kur ajo fliste për ndjenjat e saj, për dhimbjen e saj, për ndjenjen e saj se nuk ishte mjaftueshëm e mirë. Dhe ai i thoshte gjëra që e bënin të ndjehej më mirë. "Ti je mrekullueshme ashtu siç je, Sara. Nuk ke nevojë të ndryshosh për t'i kënaqur të tjerët. Je mjaftueshëm e mirë ashtu siç je." Dhe Sara filloi të besonte në këto fjalë, filloi të shihte veten me sy të rinj, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjeu se ishte e lumtur me veten. Kur Emma mbushi 23 vjeç, Lukas i propozoi martesë. Ata organizuan një dasëm të bukur në Tiranë, në një sallë elegante, me lule dhe muzikë dhe me të gjithë njerëzit që i donin. Drita dhe Genti qanë nga gëzimi, por edhe nga trishtimi, duke ditur se Emma do të largohej përsëri, këtë herë për gjithmonë. "Unë do të kthehem shtesh," i tha Emma nënës së saj ndërsa ishin duke u përgatitur për dasëm. "Nuk do t'ju harroj kurrë, ju jeni gjithçka për mua." Drita e përqafoi vajzën e saj dhe qau. "Ti je krenaria jone, Emma. Ti je gjithçka që kemi dashur dhe më shumë."
Dhe në atë moment, Drita ndjeu një dashuri aq të madhe për vajzën e saj, sa që mendoi se zemra do t'i shpërthente. Nuk ishte rëndësi se Emma nuk i ngjante atij në pamje. Nuk ishte rëndësi se njerëzit pyesnin ndonjëherë për ngjashmërinë. Emma ishte vajza e saj, dhe ajo do të ishte gjithmonë. Pas dasmës, Emma u zhvendos në Gjermani me Lukasin. Ata blen një apartament të vogël në München dhe filluan një jetë të re së bashku. Emma vazhdoi të punonte për kompaninë ndërkombëtare dhe brenda pak vitesh ajo u bë një nga menaxherët më të suksesshëm. Por edhe ndërsa jetonte këtë jetë të re, Emma nuk harroi kurrë prindrit e saj. Ajo u dërgonte para çdo muaj, u bënte videotelefonata çdo javë dhe kthehej në Shqipëri sa herë që mundej. Ndërkohë, Sara u martua edhe ajo me Altinin. Dasma e tyre ishte e thjeshtë në një restorant të vogël me vetëm familjen e afërt dhe disa shokë të ngushtë. Arlinda nuk ishte e lumtur me këtë zgjedhje. Ajo kishte shpresuar për një dasëm të madhe, elegante, që do t'i tregonte të gjithëve se vajza e saj ishte e suksesshme. Por Sara nuk e dinte për këto gjëra. Ajo ishte e lumtur me Altinin dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi për të. Ata blen një apartament të vogël në një lagje jo shumë larg nga prindrit e Sarës dhe filluan një jetë të thjeshtë por të lumtur. Sara vazhdoi të punonte si mësuese arti dhe Altini vazhdoi të punonte si psikolog. Ata nuk kishin shumë para, por kishin dashuri dhe kjo ishte mjaft për ta. Arlinda, megjithatë, nuk mund të hiqte dorë nga zhgënjimi i saj. Ajo e krahasonte vazhdimisht Sarën me vajzat e shoqeve të saj që kishin bërë karriera të shkëlqyera, që do t'i tregonte të gjithëve se vajza e saj ishte e suksesshme. Jetonin në shtëpi të mëdha që udhëtonin nëpër botë, dhe çdo herë që e shihte Sarën, ajo ndjente një dhimbje të thellë. Pse ajo nuk është si vajzat e tjera? I thoshte ajo Ermalit një natë. Pse ajo nuk ka arritur asgjë të madhe në jetë? Ajo ka arritur diçka më të madhe se parat dhe karriera, u përgjigj Ermali. Ajo ka arritur lumturinë, dhe kjo është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Arlinda nuk u përgjigj, thjesht shikoi nga britarja dhe ndjeu një boshllëk të thellë në zemër. Vitet kalonin dhe dy vajzat jetonin jetë të ndryshme, në botë të ndryshme, pa e ditur asnjëherë të vërtetën që i bashkonte. Emma jetonte në Gjermani. Kishte një karrierë të shkëlqyer dhe pas disa vitesh, ajo dhe Lukas patën një vajzë, e quajtën Ana. Ana kishte flokë të kalqer si babai i saj dhe sy blu si ai. Ishte një familje bukur, e zgjuar, e lumtur. Kur Drita dhe Gjenti shkuan në Gjermani për ta parë mbesën e tyre, ata qanë nga gëzimi. "Është e mrekullueshme," tha Drita, duke mbajtur Anën në krah. "Është një bekim." Dhe Emma e shikoi nënën e saj dhe ndjeu një dashuri të madhe për të. Ndjeu një mirënjohje të thellë për të gjitha sakrificat që ajo kishte bërë. Sara dhe Altin patën edhe ata një fëmijë, një djalë të vogël që e quajtën Luan. Luan kishte flokë të zezë dhe sy kafe dhe ishte një fëmijë i qetë, i sjellshëm që i ngjante Sarës. Arlinda erdhi ta shihte mbesën e saj, por edhe kësaj here ajo nuk mund të fshihte zhgënjimin e saj. "Është një djalë i bukur," tha ajo, por zëri i saj ishte i ftohtë, i largët. Sara e njeu këtë dhe ndjeu një dhimbje të thellë, por nuk tha asgjë. Thjesht e përqafoi djalin e saj dhe u betua se do ta donte më shumë se çdo gjë në botë dhe se nuk do t'i bënte atij kurrë atë që nëna e saj kishte bërë asaj. Kur Emma mbushi 25 vjeç, ajo mori një vendim të madh. Dëshironte që Ana të njihte gjyshrit e saj dhe dëshironte që ajo të rritej duke pasur lidhje me rrënjët e saj shqiptare. Kështu që ajo vendosi të kthehej në Shqipëri për disa muaj çdo vit dhe të kanonte kohë me prindrit e saj. Drita dhe Gjenti ishin të lumtur. Ata e pritnin Emën dhe Anën me duar të hapur dhe kalonin kohë të paharrueshme së bashku. Por një ditë, ndërsa Emma po luante me Anën në park, ajo vuri re një grua që po e shikonte me një shprehje të çuditshme. Gruaja ishte në moshën e saj, me flokë të zezë dhe sy kafe dhe kishte një djalë të vogël në krah. Emma ndjeu diçka të çuditshme, ndjeu një tërheqje ndaj kësaj gruaje që nuk e kuptonte. Por kjo grua, pa thonë asgjë, u largua dhe Emma e harroi incidentin.
Ajo krua ishte Sara. Dhe Sara kishte ndjerë të njëjtën gjë. Kishte ndjerë një tërheqje të çuditshme ndaj kësaj gruaje me flok të kuq që po luante me vajzën e saj në park. Por ajo nuk e kishte kuptuar pse. Dhe kështu, dy vajza që ishin të ndërruara në lindje, kaluan pranë njëra tjetrës pa e ditur se kishin një lidhje të thellë që i bashkonte. Kur Emma mbushi 27 vjeç, ajo mori një lajm që e tronditi thellë. Genti ishte sëmurë rënd. Mjekët kishin zbuluar se ai kishte një tumor në mushkëri dhe kishte nevojë për një operacion urgjent. Emma u largua menjëherë nga puna dhe u kthye në Shqipëri. E gjeti Gentin në spital, të dobësuar, të zbet, por ende me atë buzëqeshje të ngrohtë që e bënte të ndjehesh në paqe. "Babi, do t'jesh mirë", i tha ajo duke kapur dorën e tij. "Do të bëjmë gjithçka që të mundemi për ty." "E di, zemër", u përgjigj Genti me një zë të dobët, "por nëse diçka ndodh, dua të dish se kam qenë njeriu më i lumtur në botë sepse të kam pasur ty si vajzë." Emma filloi të qante. "Mos thuaj këto gjëra, babi. Ti do të shërohesh, do të shohesh anën të rritet, do të jesh këtu për mua." Dhe Genti buzëqeshi, por në sytë e tij kishte një trishtim të thellë. Operacioni shkoi mirë, por gjatë procesit të rikuperimit, mjekët kërkuan të bonin disa teste të gjakut për të kontrolluar nëse kishte komplikacione. Dhe ishte gjatë këtyre testeve që dolën rezultate të çuditshme. Mjeku e thirri Emën në zyrën e tij. "Zonjë Emma, ka diçka që duhet t'ju them. Gjatë testeve të gjakut, ne vum re se grupi i gjakut i Zog Genti nuk përputhet me grupin e gjakut që keni ju." Emma e shikoi të hutuar. "Çfarë do të thotë kjo?" "Kjo do të thotë se është e pamundur që Zog Genti të jetë babai juaj biologjik." Emma ndjeu se bota po i rrotullohej. "Si? Çfarë po thoni?" "Është e pamundur biologjikisht. Grupi i gjakut i Zog Genti është O pozitiv dhe grupi juaj është AB pozitiv. Një prind me grup gjaku O nuk mund të ketë një fëmijë me grup gjaku AB." Emma nuk mund të fliste, nuk mund të mendonte, nuk mund të besonte atë që po dëgjonte. Por kjo është e pamundur. Ai është babai im, ne jemi familje." Mjeku e shikoi me një shprehje të butë. "Unë e kuptoj se kjo është një lajm i vështirë, por mund të ketë ndodhur një gabim në spital gjatë lindjes tuaj. Mund të ketë ndodhur një ndrim fëmijësh." Emma doli nga zyra e mjekut në gjendje shoku. E gjeti nënën e saj në korridor. "Mami, duhet flasim", tha ajo, me një zë që dridhej. Drita e shikoi me shqetësim. "Çfarë ndodh, Emma?" Dhe Emma ja tregoi gjithçka. Ja tregoi për testet e gjakut, për atë që kishte thënë mjeku, për mundësinë që ajo të mos ishte vajza e tyre biologjike. Drita filloi të qante. "Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Ti je vajza jon, ti je gjithçka që kemi." "E di, mami, por nëse kjo është e vërtet, atëherë do të thotë se dikush tjetër ka vajzën tuaj të vërtet, dhe dikush tjetër ka mua." Ata vendosën të bënin një test ADN-je për të konfirmuar, dhe kur rezultatet erdhën, të vërteta u zbulua. Emma nuk ishte vajza biologjike e Dritës dhe Gentit. Lajmi ishte shkatërues. Drita qau për ditë të tëra. Genti, që ishte ende i dobësuar nga operacioni, nuk mund të besonte atë që po ndodhte. "Si është e mundur?" pyeste ai vazhdimisht. "Si mund të na ndodh kjo?" Emma, nga ana tjetër, ndjeu një ngatërim të thellë. Ajo nuk e dinte çfarë të ndjente. Ajo e donte Dritën dhe Gentin me gjithë zemër. Ata ishin të gjitha për të. Por tani, e gjithë identiteti i saj po thyhej. "Kush është vajza juaj e vërtet?" pyeti ajo. "Kush janë prindrit e mi të vërtet?" Dhe kjo pyetje i detyrua të fillonin një kërkim që do t'i ndryshonte jetën e të gjithëve përgjithmonë. Ata u kthye në maternitetin Koçogliozheni, ku Emma ishte lindur, por shumica e dokumenteve nga ajo kohë ishin humbur ose shkatëruar. Sistemi ishte kaotik dhe nuk kishte asnjë mënyrë të lehtë për të gjetur informacionin që kërkonin. Por Emma nuk u dorëzua. Ajo punësoi një avokat dhe një hetues privat, dhe pas muaj shkërkimi, ata gjetën një dokument të vjetër që tregonte se në të njëjtën natë që Emma kishte lindur, një vajzë tjetër kishte lindur në dhomën ngjitur. Emri i nënës ishte Arlinda Hoxha. Kur Emma dëgjoi këtë emër, ajo ndjeu një emocion të çuditshëm. Ndjeu se po afrohej drejt një të vërtete që do ta ndryshonte gjithçka. Ata gjetën adresën e Arlindës edhe shkuan ta takonin. Kur Arlinda hapi derën dhe pa Emën, ajo mbeti gojë hapur. Ti e vajza që pash në park?"
tha ajo, e hutuar. Po, u përgjigj Ema, dhe mendoj se ne duhet të flasim. Arlinda i ftoi brenda dhe Ema ja shpjegoi gjithçka. Ja tregoi për testet e gjakut, për testin e ADN-s, për mundësinë që 2 vajzat të ishin ndërruar në lindje. Arlinda nuk mund të fliste. Ajo thjesht ishte ulur dhe kishte shikuar Emën me një shprehje shoku. Kjo nuk mund të jetë e vërtet, tha ajo më në fund. Sara është vajza ime, ajo është e imja. E kuptoj se kjo është e vështirë, i tha Ema me një zë të butë, por mendoj se duhet të bëjmë një test ADN-ja për të konfirmuar. Arlinda nuk donte. Ajo e dinte thellë brenda se Sara nuk i ngjante asaj. E dinte se Sara ishte e ndryshme nga ajo që kishte imagjinuar. Por ajo e donte Sarën. Ajo kishte kaluar 27 vjet duke e rritur atë vajzë. Si mund të pranonte tani se Sara nuk ishte e saj? Por Ermali, që kishte qenë duke dëgjuar në heshtje, foli. Duhet ta bëjmë Arlinda. Duhet të dim të vërtetën. Dhe kështu, ata vendosën të bënin testin. Kur Sara u njoftua për gjithçka, ajo nuk mund të besonte. "Çfarë po më thua, mami?" pyeti ajo me një zë që dridhej. "Ti nuk je nëna ime e vërtet?" Arlinda qau. "Unë jam nëna jote, Sara. Jam ajo që të ka rritur, që të ka dashur, që ka qenë aty për ty gjithmonë. Por ti nuk je nëna ime biologjike. Gjaku im nuk vjen nga ti." Arlinda nuk u përgjigj. Thjesht qau dhe e përqafoi Sarën, duke ndjerë një dhimbje aq të madhe sa që mendoi se do të vdiste. Sara nuk e dinte çfarë të ndjente. Ajo ndjeu një ngatërim të thellë, një humbje identiteti. Gjithë jeta e saj kishte qenë një gënjeshtër, gjithçka që ajo kishte besuar për veten ishte e gabuar. Kur rezultatet e testit ADN-je erdhën, të vërteta u konfirmua. Sara ishte vajza biologjike e Dritës dhe Gendit. Ema ishte vajza biologjike e Arlindës dhe Ermalit. 27 vjet ishin kaluar, dhe tani të vërteta ishte zbuluar. Por çfarë do të thoshte kjo për ta? Çfarë do të thoshte kjo për familjet e tyre? Ditët pas zbulimit ishin plot dhimbje, ngatërim dhe lot. Drita nuk mund të hante, nuk mund të flinte. Ajo kalonte netët duke qarë, duke mbajtur fotografi të vjetra të Emës kur ishte fëmijë, duke pyetur veten se si ishte e mundur që kjo vajzë që ajo kishte rritur me aq dashuri të mos ishte e saj biologjikisht. Por ajo është vajza ime, thoshte ajo vazhdimisht për Gentin, që po përpiqej ta ngushëllonte. Unë e kam rritur, unë e kam dashur, unë kam qenë aty për çdo ditëlindje, për çdo sëmundje, për çdo gëzim dhe për çdo dhimbje. Si mund të mos jetë vajza ime? Genti e mbante në krah. Ai vetë ndjente të njëjtën dhimbje, por ai e dinte se duhet të ishte i fortë për Dritën, për Emën dhe për Sarën, vajzën që tani dinin se ishte biologjikisht e tyre, por që nuk e njihnin fare. Ema kalonte kohën duke qarë në dhomën e hotelit në Tiranë. Lukas kishte ardhur nga Gjermania për ta mbështetur, dhe ai e mbante në krah, duke u përpjekur t'i jepte forcë. "Unë nuk e di kush jam", i tha Ema një natë me zë të thyer. "Tër jetën time ka menduar se jam Ema Çela, vajza e Dritës dhe Gjentit, e rritur në një familje modeste për plot dashuri. Por tani mësoj se ajo nuk është e vërteta. Tani mësoj se jam dikush tjetër. Por kush? Ti je po e njëjta person që ke qenë gjithmonë", i tha Lukas, duke e puthur në ball. "Emri yt, gjaku yt, këto nuk të përcaktojnë. Ajo që të përcakton është zemra jote, janë veprat e tua, është dashuria që ke dhënë dhe që ke marrë." Ema e shikoi me lot në sy. "Por çfarë bëj tani? Si i shoh prindrit e mi, Dritën dhe Gjentin, duke ditur se ata nuk janë prindrit e mi biologjik? Dhe si i takoj prindrit e mi biologjik, Arlindën dhe Ermalin, që janë plotësisht të huaj për mua?" "Me kohë", u përgjigj Lukas. "Me kohë të gjesh përgjigjet, por për momentin duhet të jesh e fortë, për veten, për Anën dhe për të gjithë ata që të duan." Ndërkohë, Sara kalonte ditë të tëra në një gjendje shoku total. Ajo nuk shkoi në punë, nuk u kujdes për Luanin. Altin duhet të merrte përsipër gjithçka, ndërkohë që Sara thjesht rinte shtrirë në shtrat, duke shikuar tavanin, duke u përpjekur të kuptonte çfarë po ndodhte me jetën e saj. "Pse nuk ma thanë më herët?" pyeste ajo vazhdimisht Arlindën, kur ajo vinte ta vizitonte. "Pse duhet të mësoj tani, pas 27 vitesh?" "Sepse nuk e dinim, Sara", u përgjigj Arlinda, duke qarë. "Nuk e dinim asnjëherë.
Mendoja se ti ishe vajza ime biologjike, por edhe sikur të mos je, ti je ende vajza ime. Ti je ajo që kam rritur, që kam dashur, që kam mbajtur në krah kur ke qenë e sëmur, që kam ngushëlluar kur ke qenë e trishtuar. Por ti kur nuk më pranove ashtu siç jam, tha Sara, me një zë të plot me dhimbje. Ti gjithmonë më krahasoje me të tjerët, ti gjithmonë më tregoje se nuk isha mjaftueshëm e mirë, dhe tani e kuptoj pse, sepse unë nuk isha ajo që ti kishe dashur, unë nuk isha vajza jote e vërtet. Arlinda ndjeu këto fjalë si thika në zemër. Sara, të lutem, mos thuaj këto gjëra. Unë të dua, gjithmonë të kam dashur. Por Sara ktheu kokën dhe nuk tha më asgjë. Ajo nuk mund të falte Arlindën për të gjitha vitet e zhgënjimit, për të gjitha ato momente kur e kishte bërë të ndihej e pavlefshme, e padenj. Javët kaluan dhe dy familjet u takuan sërish për të diskutuar se çfarë të bënin tjetër. Takimi u mbajt në një kafenet të qetë në qendër të Tiranës. Ishin të gjithë: Drita, Genti, Emma, Arlinda, Ermali dhe Sara. Ishin ulur rreth një tavoline të madhe dhe askush nuk e dinte se si të fillonte. Më në fund, Genti foli. Unë e di se kjo është e vështirë për të gjithë ne, por duhet të gjejmë një mënyrë për të ecur përpara. Duhet të mendojmë për mirëqenien e të gjithëve, veçanërisht për Emën dhe Sarën. Arlinda e shikoi Emën me një shprehje të ndërlikuar, një përzierje dashurie, trishtimi dhe faj. Emma, ti je vajza ime biologjike, dhe unë nuk e di si të ndihem për këtë. Nuk të njoh, nuk të kam parë të rritesh, nuk kam qenë aty për ty, por dua të njoh, dua të kem mundësinë ta bëj këtë. Emma e shikoi Arlindën dhe ndjeu diçka të çuditshme, një tërheqje, por edhe një largësi. Kjo grua ishte nëna e saj biologjike, por ajo nuk e ndjente si nën. Nëna e saj ishte Drita, gruaja që e kishte rritur, që e kishte dashur, që kishte bërë sakrifika për të. Nuk e di çfarë të them, tha Emma me një zë të ulët. Kjo është shumë për mua, kam nevojë për kohë. Pastaj, Drita e shikoi Sarën. Ajo e shikoi këtë vajzë me flokë të zezë dhe sy kafe që ishte vajza e saj biologjike dhe ndjeu një dashuri të çuditshme, një dashuri instinktive që vinte nga thellësia e gjakut. Por ajo nuk e njihte këtë vajzë, nuk e dinte asgjë për të. Sara, tha ajo me një zë të dridhur, ti je vajza ime e vërtet. Gjaku im rrjedh në venat e tua, dhe edhe pse nuk të kam njohur, edhe pse nuk kam qenë aty për ty, dua të kem mundësinë ta bëj tani. Sara e shikoi Dritën dhe ndjeu një ngatrim të thellë. Kjo grua ishte nëna e saj biologjike, por ajo nuk e ndjente asnjë lidhje me të. Nëna e saj ishte Arlinda, pavarësisht nga të gjitha problemet që kishin pasur. Nuk e di nëse mund ta bëj këtë, tha Sara me një zë të ulët. Nuk e di nëse mund t'ju pranoj si prindër. Dhe në atë moment, të gjithë kuptuan se ky proces do të ishte shumë më i vështirë se sa kishin imagjinuar. Javët u shndëruan në muaj dhe dy vajzat filluan dal nga dal të njihnin prindrit e tyre biologjik. Emma shkoi në shtëpinë e madhe të Arlindës dhe Ermalit. Ajo pa apartamentin e tyre të madh, mobilje të shtrenjta dhe të gjitha lukset që ajo nuk i kishte pasur kurrë në jetën e saj. Dhe ajo ndjeu një ndjenjë të çuditshme, një ndjenjë se kjo mund të ishte jeta e saj nëse gjërat do të kishin shkuar ndryshe. Arlinda u përpoq të ishte ngrohtë, të ishte miqësore. Ajo ja tregoi Emës fotografi të Sarës kur ishte fëmijë, dhe ajo qau ndërsa i shikonte. Kjo duhet ishe ti, tha ajo me një zë të thyer. Ti duhet ishe ajo që unë kam rritur, ti duhet ishe ajo që kam mbajtur në krah kur ke qenë foshnje. Emma ndjeu një dhimbje të thellë për Arlindën. Ajo e kuptoi dhimbjen e saj, humbjen e saj. Por ajo nuk mund të ndjente atë që Arlinda donte që ajo të ndjente. Ajo nuk mund të ndjehej si vajza e saj. Sara shkoi në shtëpinë e vogël të Dritës dhe Gentit. Ajo pa apartamentin e tyre modest, mobiljet e vjetra dhe të gjitha shenjat e një jete të thjeshtë. Dhe ajo ndjeu një ndjenjë të çuditshme, një ndjenjë se kjo mund të ishte jeta e saj nëse gjërat do të kishin shkuar ndryshe. Drita u përpoq të ishte ngrohtë, të ishte miqësore. Ajo ja tregoi Sarës fotografitë e Emës kur ishte fëmijë dhe ajo qau ndërsa i shikonte. Kjo duhet ishe ti, tha ajo me një zë të thyer. Ti duhet ishe ajo që unë kam rritur, ti duhet ishe ajo që kam mbajtur në krah kur ke qenë foshnje. Emma ndjeu një dhimbje të thellë për Dritën. Ajo e kuptoi dhimbjen e saj,
humbjen e saj. Por ajo nuk mund të ndjente atë që Drita donte që ajo të ndjente. Ajo nuk mund të ndjehej si vajza e saj. Një ditë, Emma dhe Sara vendosën të takoheshin vetëm pa prindrit e tyre. Ato ulën në një park, në një stol të qetë dhe për një kohë të gjatë asnjëra nuk tha asgjë. Thjesht ishin ulur dhe kishin shikuar fëmijët që luanin, zogjt që këndonin, jetën që vazhdonte rreth tyre. Më në fund, Emma foli. Është e çuditshme apo jo? Të mendosh se ti ke jetuar jetën që duhej të ishte imja dhe unë kam jetuar jetën që duhej të ishte jotja. Sara e shikoi. Po, është shumë e çuditshme. Ndonjëherë më duket sikur po jetoj një ëndër të keqe nga e cila nuk mund të zgjohem. E njëjta gjë, tha Emma duke buzëqeshur me trishtim. Por mendoj se duhet të pranojmë atë që ka ndodhur. Nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën. Mund të vendosim vetëm se si do të vazhdojmë përpara. Po ti çfarë do të bësh? Pyeti Sara. Emma mendoi për një moment. Nuk e di ende, por e di që Drita dhe Genti do të jenë gjithmonë prindrit e mi në zemër. Ata janë ata që më kanë rritur, që më kanë dashur, që kanë bërë sakrifica për mua. Asgjë nuk mund ta ndryshoj këtë. Por mendoj se duhet u jap një mundësi edhe Arlindës dhe Ermalit. Duhet i njoh prindrit e mi biologjik, edhe nëse nuk mund t'i ndjej kurrë si prindër në zemër. Sara e kuptoi. Edhe unë ndjej të njëjtën gjë. Arlinda dhe Ermali do të jenë gjithmonë prindrit e mi në zemër, por mendoj se duhet u jap një mundësi edhe Dritës dhe Gentit. Dhe në atë moment, dy vajzat e kuptuan se kishin diçka të përbashkët. Kishin të dy humbur diçka, por kishin edhe fituar diçka. Kishin humbur certifikaten e identitetit të tyre, por kishin fituar një mundësi për të njohur një botë tjetër, një familje tjetër, një jetë tjetër. Muajt kalonin dhe dal nga dal, dy familjet filluan të gjejnë një ekuilibër të ri. Emma vazhdoi të jetonte në Gjermani me Lukasin dhe Anën, por kthehej në Shqipëri më shpesh. Ajo kalonte kohë edhe me Dritën dhe Gentin, edhe me Arlindën dhe Ermalin. Ishte e vështirë, ishte e dhimbshme her pas here, por ajo e bëri. Një ditë, ndërsa po pinte kafe me Arlindën në shtëpinë e saj, Arlinda i tha diçka që e preku thellë. Emma, dua të kërkoj falje, tha ajo me një zë të ulët. Kërkoj falje që nuk kam qenë aty për ty kur ke qenë fëmijë. Kërkoj falje që nuk kam qenë ajo që duhej prisha për ty. Emma e shikoi dhe pas sytë e Arlindës plot me lot. Nuk ke pse të kërkosh falje për diçka që nuk e ke ditur. Ti ke bërë gjithçka që ke mundur për Sarën, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Por ti je vajza ime, tha Arlinda duke qarë, dhe unë nuk të kam njohur, nuk kam qenë aty për ty. Emma e kapi dorën e Arlindës. Por je këtu tani, dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Dhe në atë moment, Arlinda ndjeu një ngushëllim të vogël, një shpresë të vogël se ndoshta, me kalimin e kohës, ajo dhe Emma do të mund të ndërtonin një lidhje, edhe nëse nuk ishte ajo që ajo kishte imagjinuar. Sara, nga ana tjetër, po kalonte kohë me Dritën dhe Gentin. Ishte e çuditshme në fillim, por dal nga dal, ajo filloi të ndjehej më mirë. Drita e trajtoi Sarën me një dashuri dhe një butësi që Sara nuk e kishte ndjerë kurrë nga Arlinda. Drita nuk e krahasonte me askë, nuk i vinte pritje të larta, thjesht e pranonte ashtu siç ishte. Ti je e mrekullueshme ashtu siç je, Sara, i thoshte Drita shpesh. Nuk ke nevojë të jesh dikush tjetër. Dhe këto fjalë e bënin Sarën të qante. Ajo kishte pritur tërë jetën të dëgjonte këto fjalë nga nëna e saj, nga Arlinda, por kur nuk i kishte dëgjuar. Dhe tani, nga kjo grua, që ishte biologjikisht nëna e saj por që nuk e njihte fare, ajo po i dëgjonte. Një ditë, ndërsa po hanin drekë së bashku, Sara i tha Dritës diçka që ja kishte vënë në zemër për një kohë të gjatë. Drita, dua të të bëj një pyetje. Pse Arlinda nuk mund të më pranonte kurrë ashtu siç jam? Pse ajo gjithmonë më krahasonte me të tjerët? Drita e shikoi me një shprehje të trishtuar. Nuk e di, Sara. Ndoshta sepse ajo kishte pritje të larta. Ndoshta sepse ajo donte që ti të ishe ajo që ajo kishte imagjinuar. Por kjo nuk është faji yt. Ti nuk ke pse të ndryshosh për askë. Ti je mrekullueshme ashtu siç je. Sara filloi të qante. Faleminderit. Kam nevojë ta dëgjoj këtë. Dhe Drita e përqafoi Sarën.
duke ndjerë një dashuri të madhe për këtë vajzë që ishte biologjikisht e saj, por që nuk e njihte. Dhe ajo u betua se do të ishte aty për Sarën, pavarësisht se çfarë do të ndodhte. Gjenti, nga ana tjetër, po kalonte kohë me Emën, duke u përpjekur të ruante lidhjen që kishin ndërtuar gjatë 27 viteve. Një ditë, ndërsa po ecnin së bashku në park, Ema i tha diçka që e preku thellë. Babi, dua të dish se ti do t'jesh gjithmonë babai im. Asgjë nuk mund ta ndryshoj këtë. Asgjë. Gjenti e shikoi me lot në sy. Faleminderit, Ema. Kjo do të thotë gjithçka për mua. Dhe ata ecën në heshtje, duke mbajtur duart, duke ndjerë një lidhje që nuk mund të thyhej nga asgjë, as nga gjaku, as nga e vërteta, as nga koha. Ndërkohë, Arlinda po përballej me realitetin e gjendjes së saj. Ajo e kuptoi se kishte humbur 27 vjet me një vajzë që nuk ishte biologjikisht e saj, dhe se kurrë nuk do t'i kthente ato vite mbrapsht. Por ajo e kuptoi edhe se kishte bërë gabime me Sarën. E kuptoi se e kishte bërë Sarën të ndjehej e pavlefshme, e padenj, vetëm sepse ajo nuk ishte ajo që ajo kishte imagjinuar. Një ditë, ajo shkoi ta takonte Sarën në shtëpinë e saj. Sara e priti në derë me një shprehje të largët. "Çfarë do, mami?" pyeti ajo. "Dua të flasim," u përgjigj Arlinda. "Dua të kërkoj falje." Sara e ftoi brenda dhe ato u ulën përballë njëra tjetrës. Arlinda filloi të fliste me një zë të thyer. "Sara, dua të kërkoj falje për gjithçka. Kërkoj falje që nuk të kam pranuar ashtu siç je. Kërkoj falje që gjithmonë të kam krahasuar me të tjerët. Kërkoj falje që të kam bërë të ndjehesh e pavlefshme. Ti nuk ishe problem. Unë isha problem. Unë kisha pritje të larta që nuk ishin realiste. Dhe kur ti nuk i plotsoje, unë nuk e di si të reagoja. Por ti je mrekullueshme ashtu siç je, Sara. Dhe më vjen keq që nuk ta kam thënë më herët." Sara filloi të qante. Ato ishin fjalët që ajo kishte pritur të dëgjonte për 27 vjet. Dhe tani, më në fund, ajo po i dëgjonte. "Faleminderit, mami," tha ajo me një zë të ulët. "Kjo do të thotë shumë për mua." Dhe ato dy u përqafuan, duke qarë, duke ndjerë një shërim të vogël, një fillim të ri. Vitet kalonin dhe dy familjet filluan të gjejnë një ekuilibër të ri. Ema vazhdoi të jetonte në Gjermani, por u kthye në Shqipëri çdo vit për të kaluar kohë edhe me Dritën dhe Gentin, edhe me Arlindën dhe Ermalin. Ajo nuk i quajti kurrë Arlindën dhe Ermalin prindër në zemër, por ajo filloi t'i shikonte si familje të zgjeruar, si njerëz që i donin dhe që donin ta njihnin. Sara vazhdoi të jetonte në Tiranë me Altinin dhe Luanin. Ajo kalonte kohë edhe me Arlindën dhe Ermalin, edhe me Dritën dhe Gentin. Ajo nuk i quajti kurrë Dritën dhe Gentin prindër në zemër, por ajo filloi t'i shikonte si njerëz të dashur që e pranonin ashtu siç ishte. Dhe dal nga dal, dy vajzat filluan të njihnin njëra tjetrën më mirë. Ato u bën jo vetëm motra biologjike, por edhe shoqe të mira. Ato kalonin kohë së bashku, flisnin për jetët e tyre, ndanin sekretet e tyre. Një ditë, ndërsa po pinin kafe së bashku, Sara i tha Emës diçka që e bëri të buzëqeshte. "E di, Ema, ka menduar shumë për gjithçka që ka ndodhur, dhe mendoj se ndoshta, në një mënyrë të çuditshme, kjo ishte e destinuar të ndodhte. Ndoshta ne duhet jetonim jetët që kemi jetuar për të mësuar ato mësime që kemi mësuar." Ema e shikoi me kureshtje. "Çfarë do të thuash?" "Mendoj se ti duhet të rriteshe në një familje modeste për të mësuar vlerat e sakrificës, të punës së paktar, të dashurisë së vërtet. Dhe unë duhet të rritesha në një familje të pasur për të mësuar se parat dhe luksi nuk të sjellin lumturi. Mendoj se të dyja kemi fituar diçka nga jetët që kemi jetuar." Ema mendoi për këtë dhe buzëqeshi. Ndoshta ke të drejtë, ndoshta gjithçka ndodh për një arsye. Edhe në atë moment, ato dy vajzat, që ishin ndëruar në lindje, që kishin jetuar jetë krejtësisht të ndryshme, që kishin vuajtur dhe kishin dashur dhe kishin mësuar, e kuptuan se ato nuk ishin viktima të një gabimi, por ishin mbijetuese të një historie që i kishte bërë më të forta. 10 vjet kaluan pas zbulimit të vërtetës. Ema tani ishte 37 vjeç dhe kishte arritur gjithçka që kishte ëndërruar.
ishte bërë një menaxhere e lartë në kompaninë e saj, fitonte shumë para dhe kishte një jetë të bukur në Gjermani me Lukasin dhe Anën. Ana tani ishte 10 vjeç, një vajzë e zgjuar dhe e lumtur që fliste 3 gjuhë rrjedhshëm. Por Ema nuk e harroi kurrë rënjet e saj. Çdo vit ajo kthehej në Shqipëri dhe kalonte kohë me të gjithë, me Dritën dhe Gentin, me Arlindën dhe Ermalin dhe me Sarën dhe familjen e saj. Drita dhe Genti ishin plakur. Genti kishte pensionuar dhe shëndeti i tij kishte filluar të përkeqësohej. Por ai ishte ende i lumtur, i kënaqur me jetën që kishte jetuar. Një ditë, ndërsa Ema po e vizitonte, Genti i tha diçka që e bëri të qante. Ema, dua të dish se ti ke qenë bekimi më i madh i jetës sime. Edhe pse tani e dim se ti nuk je biologjikisht vajza ime, për mua ti do të jesh gjithmonë vajza ime. Gjithmonë. Ema e përqafoi baban e saj dhe qau. Dhe ti do të jesh gjithmonë baba im, babi. Gjithmonë. Sara tani ishte 37 vjeç dhe kishte gjetur paqen me veten. Ajo vazhdonte të punonte si mësuese arti dhe edhe pse paga e saj ishte e vogël, ajo ishte e lumtur. Kishte një familje të bukur me Altinin dhe Luanin dhe kishte gjetur një drejtues dhe një qëllim në jetën e saj. Arlinda kishte ndryshuar shumë. Ajo kishte mësuar të pranonte Sarën ashtu siç ishte dhe lidhja e tyre kishte përmirësuar ndjeshëm. Ato tani kalonin kohë së bashku, bisedonin, qeshnin dhe ndanin momente që Arlinda kishte humbur për shumë vite. Një ditë, ndërsa po hanin drekë së bashku, Arlinda i tha Sarës diçka që e bëri të qante. Sara, dua të dish se ti je bekimi më i madh i jetës ime. Edhe pse tani e dim se ti nuk je biologjikisht vajza ime, për mua ti do të jesh gjithmonë vajza ime. Gjithmonë. Ema e përqafoi nënën e saj dhe qau. Dhe ti do të jesh gjithmonë nëna ime, mami. Gjithmonë. Një ditë, 2 familjet vendosën të organizonin një darkë të madhe së bashku. Ishin të gjithë, Drita, Genti, Ema, Lukas, Ana, Arlinda, Ermali, Sara, Altini dhe Luani. Ata ulën rreth një tavoline të madhe dhe për herë të parë në 10 vjet, të gjithë ndjeu një paqe të plot. Genti ngrihet dhe mbajti një fjalë. Dua të bëj një dolli. Dua të bëj një dolli për familjet tona, për familjet që kemi zgjedhur dhe për familjet që na kanë zgjedhur ne. Dua të bëj një dolli për dashurinë që na ka mbajtur së bashku, edhe në momentet më të vështira, dhe dua të bëj një dolli për të ardhmen, për gjeneratën e re që do të vi pas nesh. Të gjithë ngritën gotat e tyre dhe thanë, gëzuar. Dhe në atë moment, të gjithë e kuptuan se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria, se familja është ajo që zgjedh të jetë pranë teje, që të mbështet në momentet e vështira, që të feston në momentet e gëzimit. Ema dhe Sara u ulën pranë njëra tjetrës dhe flitën për jetët e tyre, për ëndrat e tyre, për frikrat e tyre. E di, tha Ema, ndonjëherë mendoj se çfarë do të kishte ndodhur nëse ne nuk do të ishim ndërruar në lindje. Ndonjëherë mendoj se si do të ishte jeta ime nëse do të isha rritur në familjen e Arlindës dhe Ermalit, dhe si do të ishte jeta jote nëse do të ishe rritur në familjen e Dritës dhe Gentit. Sara buzëqeshi. Edhe unë mendoj për këtë, por pastaj kuptoj se nuk ka kuptim të mendosh për atë që mund të kishte qenë. Ajo që ka rëndësi është ajo që është. Dhe unë jam mirënjohëse për jetën që kam jetuar, për njerëzit që më kanë dashur dhe për mësimet që kam mësuar. Ema e shikoi me admirim. Ti je e mençur, Sara, më e mençur se sa mendoja. Sara qeshi. Dhe ti je më e butë se sa mendoja. Mendoja se ti ishe vetëm e fortë dhe suksesshme, por tani shoh se ti je edhe e ndjeshme, e dashur dhe me një zemër të madhe. Dhe ato 2 vajzat që ishin ndruar në lindje, që kishin jetuar jetë krejtësisht të ndryshme, që kishin vuajtur dhe kishin dashur, dhe kishin mësuar, e kuptuan se ato nuk ishin vetëm motra biologjike, por ishin edhe shpirtra, që kishin gjetur njëra tjetrën në një botë plot me konfuzion dhe dhimbje. Vitet kalonin, dhe jeta vazhdonte. Drita dhe Genti jetuan deri në moshë të thyer, të rrethuar nga dashuria e familjeve të tyre. Kur Genti vdiq në moshën 80 vjeç, Ema ishte aty, duke mbajtur dorën e tij,
duke i përshpëritur se sa shumë e donte. Faleminderit që ishe babai im, i tha ajo duke qarë. Faleminderit për gjithçka. Dhe Genti, me frymën e fundit, buzëqeshi dhe tha: Faleminderit që ishe vajza ime. Drita jetoi edhe disa vjet pas Gentit, e rrethuar një ema, Sara, dhe niprit e saj. Kur ajo vdiq, të dyja vajzat ishin aty, duke mbajtur dorën e saj, duke i përshpëritur se sa shumë e donin. Arlinda dhe Ermali jetuan edhe ata deri në moshë të thyer. Ata kishin gjetur paqe me veten dhe me jetët e tyre. Kishin kuptuar se familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria dhe nga zgjedhjet që bëjmë. Kur Arlinda vdiq, Sara ishte aty, duke mbajtur dorën e saj, duke i përshpëritur se sa shumë e donte. Faleminderit që ishe nëna ime, i tha ajo duke qarë. Faleminderit për gjithçka. Dhe Arlinda, me frymën e fundit, buzëqeshi dhe tha: Faleminderit që ishe vajza ime. Shumë vite më vonë, Ema dhe Sara ishin bërë gra të moshuara. Ato kalonin kohë së bashku, duke kujtuar të kaluarën, duke folur për jetët e tyre, duke ndjerë një lidhje që kishte bërë më e fortë me kalimin e kohës. Një ditë, ndërsa po ulur në park, duke shikuar niprit e tyre të luanin, Ema i tha Sarës diçka që e bëri të buzëqeshte. E di Sara, mendoj se ne kemi qenë me fat. Po, ishte një gabim që u bë në spital. Po, ne jetuam jetë që nuk duhej të jetonim, por ne gjithashtu morëm diçka të vlefshme. Ne morëm 2 familje në vend të një. Ne morëm 2 botë në vend të një. Dhe ne mësuam se dashuria nuk ka kufi, se familja nuk përcaktohet nga gjaku, se ajo që ka rëndësi është se si zgjedhim të duam dhe të pranojmë njëri tjetrin. Sara buzëqeshi dhe e kapi dorën e Emës. Ke të drejtë, ne kemi qenë me fat, dhe unë jam mirënjohëse për çdo moment që kam kaluar me ty. Dhe ato 2 vajzat, që ishin ndruar në lindje, që kishin jetuar jetë krejtësisht të ndryshme, që kishin vuajtur dhe kishin dashur dhe kishin mësuar, e kuptuan se ato nuk ishin viktimat një gabimi, por ishin mbijetuese të një historie që i kishte bërë më të forta, më të mençura dhe më plot dashuri. Dhe kështu, historia e tyre përfundoi, jo me një fund të trishtuar, por me një fund të bukur, plot me shpresë, plot me dashuri, plot me kuptim. Sepse në fundit, ajo që ka rëndësi nuk është se kush jemi biologjikisht, por se kush zgjedhim të jemi në zemër. Dhe Ema dhe Sara kishin zgjedhur të jenë motra, të jenë shoqe, të jenë familje, jo nga gjaku, por nga dashuria. Dhe kjo ishte historia e tyre, një histori e gabuar që u bë e drejtë, një histori e dhimbjes që u shndërrua në shërim, një histori e humbjes që u bë gjetje. Dhe kjo është ajo që na mëson jeta, se ndonjëherë ajo që duket si një gabim i vogël mund të na çojë në një udhtim të madh. Se ndonjëherë ajo që duket si një humbje mund të jetë në të vërtetë një fitore. Dhe se ndonjëherë ajo që duket si fati është thjesht dashuria që na gjen në mënyrat më të çuditshme. Faleminderit që ndoqët këtë histori. Faleminderit që u prekët nga ajo. Dhe mos harroni, familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga dashuria. Dhe dashuria është ajo që na mban së bashku, pavarësisht se çfarë ndodh. Dhe tani, pas kësaj historie që ju preku thellë, dua t'ju pjesë përsëri. A besoni te fati apo te gabimet njerëzore? Shkruajini mendimin tuaj në komente. Ndajeni këtë video me miqtë tuaj, sepse kjo është një histori që të gjithë duhet ta dëgjojnë. Dhe mos harroni, dashuria është më e fortë se gjaku. Familja është ajo që zgjedhim të jetë, jo ajo që na jepet. Faleminderit që ishit këtu. Shihemi në videon tjetër.